Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar profesor doktor Sali Berisha. Për më shumë se 12 vjet Shqipëria qeveriset nga e njëjta forcë politike, Partia Socialiste. Në themel të ideologjisë saj qëndrojnë politikat sociale dhe premtimet për mbrojtjen e shtresave në nevojë. Por le të shohim realitetin me faktet verifikueshme. Çfarë ka ndodhur me pensionistët, grupin që përbën 30% të popullsisë gjatë këtyre viteve? E krahasojmë me evolucionin e pensioneve mesatare nga 2013 a 2025 me vendet e rajonit. Kosova nga 45 euro në 150 euro për këto 12 vjet. Në Kosovë janë ndruar 5 qeveri. Në Maqedoninë e Veriut nga 180 euro në 340 euro, me rritje 160 euro, rreth 2 herë, ka ndryshuar 7 qeveri. Në Malin e Zi, nga 280 euro në 525 euro, rritje absolute prej 245 euro, afërsisht 2 herë. Në Malin e Zi janë ndruar 5 qeveri. Bosnia e Hercegovina, nga 185 euro në 370 euro, rritje absolute 185 euro, ka ndryshuar 4 qeveri. Shqipëria, pensionin mesatar urban nga rreth 140.000 lek, në 190.000 lek, ose 54.000 lek, 50 euro shtes vlerë absolute, ose 38%. Ka qeverisur e vetme qeveria në këto 12 vjet dhe ka filluar dhe mandatin e 4. Ndërkohë, buxheti i shtetit është dyfishuar nga rreth 4 miliard euro në 2013 në 8 miliard euro sot. Nëse buxheti është rritur 2 herë çdo zë i shpenzimeve, përfshirë pensionet duhet të kishte ndjekur të paktën të njëjtin ritëm, por kjo nuk ka ndodhur. Ky fakt domethënës hedh poshtë çdo propagandë për arritje. Po parat ku kanë shkuar? Parat kanë shkuar në skemat PPP abuzive, check-up, sterilizim, incinerator që marrin para por nuk funksionojnë, as edhe nuk ekzistojnë. Te tigrat e Vlorës që nuk kanë punuar as një ditë. Te tendrat e rrugëve të Florinta që shemben çdo ditë si dhe shërbime me korrupsion të thellë. Nuk duhet të harrojmë që kanë shkuar edhe te grupet kriminale, që kanë kontrolluar institucione si Akshi e gropat të ngjashme. Si thoshte Gysi, nga 2 milion euro bëjmë 4, dyfishon tenderin me miliona euro sikur të ishte nga një rrogë në 2 rroga. Këto nuk janë perceptime, janë fakte reale dhe lehtësisht të verifikueshme. Përfundimi është shumë i qartë. Qeveria ka mbledhur taksat, ka dyfishuar buxhetin, por nuk i ka adresuar parat tek nevojat e qytetarëve, sidomos tek pensionistët, por drejt interesave private dhe abuzive. Kur një qeveri nuk ka frikë nga ndëshkimi me votë, sepse zgjedhjet manipulohen ose blihen, ajo nuk ka asnjë arsye të sillet me përgjegjësi ndaj elektoratit. Parat publike shkojnë aty ku i shërbejnë pushtetit dhe jo popullit. Në vendet e rajonit, rotacioni i shpesht i qeverive ka sjell përgjegjësi më të lartë dhe zhvillim më të mirë për qytetarët. Te ne, bllokimi i rotacionit politik përmes manipulimit dhe vjedhjes ka bllokuar edhe zhvillimin e vendit. Së fundmi, ka një përpjekje të vazhdueshme për të bindur opinionin publik se Sali Berisha ka monopolizuar opozitën. Kjo tezë nuk ka bazë logjike. Qeveria është një entitet unik dhe i vetëm, prandaj ka kuptim të flitet për monopolizim të pushtetit, ndërsa opozita nuk është një strukturë e vetme. Ajo është një hapësirë e hapur pluraliste me 10 parti dhe alternativa opozitare që garojnë lirisht. Dikush që nuk pëlqen Berishën mund votojë pa problem për parti tjera opozitare, edhe ato nuk janë pak. Por një qytetar opozitar që nuk pëlqen Berishën nuk mund votojë kurrë për qeverinë pushtet, sepse kjo do të ishte kundër bindjeve të tij themelore. Dikush mund të pretendojë se ky lloj opozitari thjesht nuk del në votime, por faktet tregojnë të kundërtën. Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë dalë në zgjedhje ka qenë pothuajse i njëjtë në 2021 kur Berisha nuk kandidonte për kryeminist dhe në 2025 kur ai kandidonte, me një diferencë të vogël prej vetëm 2000 vota. Pavarësisht e migracionit, kjo tregon se baza opozitare nuk është zhdukur për shkak të Doktor Berishës. Logjikisht, partia që ka fituar zgjedhjet dhe që akuzohet për manipulim dhe vjedhje të tyre për të ruajtur pushtetin, ka interes të godas figurën më të besueshme të opozitës. Pikërisht Sali Berishën. Kjo strategji ka sens të plot, duke e paraqitur atë si pengesë ose si monopol,
devijohet vëmendja nga problemet reale të zgjedhjeve dhe nga abuzimet e pushtetit. Të gjitha këto narrativa që përpiqen të vendosin fajin të opozita nuk janë gjë tjetër veç se përpjekje për të fshehur manipulimin, abuzimin me resurset shtetërore dhe vjedhjen e zgjedhjeve, siç kanë theksuar dhe raportet ndërkombëtare dhe të vëzhguesve të pavarur. Prandaj bashkohuni protestës së 28 shkurtit, të hapim rrugën e zhvillimit dhe të përgjegjshmërisë, për një Shqipëri ku paratë e taksapaguesve shkojnë tek qytetarët dhe jo tek xhepat e pushtetare. Faleminderit.